Sarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adresimi në gjykatë kushtetuese është edhe ajo një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e dinë që afati 3 dhjetor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare. Që thëmë drejtën nuk ka diçka të re, pra jemi në autopilot, thash edhe më herët. Të gjitha veprimet tani e tutje janë pjesë e obligimeve kushtetuese, normave kushtetuese. Një shije e keqe ishte mos pjesëmarrja e vetëvendosjes me partnerët e tyre qeverisës. Kuptohet edhe lista serbe mungoj në takim. Është pa kuptim mos pjesëmarrja e tyre. Ne opozit, kur s'jem pajtu me shumë vendime të presidentes, të qeverisë, me shumë situata dhe prap kemi përfaqësue në takim të partive politike, mosarja e tyre sot qoftë dhe me mendimet kundërta, për t'i ballafaqu, për t'i paraqit ato në këtë takim, që është më i larti i partive politike parlamentare me presidentin e vendit për një temë kaq ndihshme, është një lloj fyrje, po them, edhe një herë për vendin, për Kosovën, për institucionet. Kutit ju kanë përgjigjë në takime kryetarët e partive opozitare një nga një. Edhe shumë herë ka pas konsulta, mosarja e tij edhe atyre që mungun sot nuk është në rregull. Mendoj që edhe adresimi në gjykatë kushtetuese është edhe ajo një fyrje në vete, një talje, një hajgare me proceset. Ata mas miri e dinë që afati 3 dhjetor është i tillë dhe e kanë ditë me kohë dhe kanë bërë hajgare. Ju keni pa mënyra si kanë thirrë seanca dje dhe sjellja e mateme nuk është në rregull, pa është vërtet gabim për anës tyre. Çfarë do të janë propozu zoti Haradinaj? Dëgjoni, në çfarë do situate duhet të harrojmë një lloj minimum deri të partisë të institucionit. Pra edhe kur fiton edhe kur humb. Askush që ka faj vetëvendosjes për sjelljen e tyre edhe për ato që ja kanë sjell vendit. Pra kjo situatë që ka ardhur është rezultati i tyre. Edhe ata është dashur të vinë në këtë takim, aty thonë pikpamjet tyre qofshin të kundërta. Sa i përket datave, janë opcion datat prej 5, besoj 12-19 prill, mund të ketë ndonjë datë tjetër varësisht prej zhvillimeve. Ne nuk kemi një datë preferuar për shkak se e kuptojmë se tash jemi edhe një herë përsëris të fjalë, jemi në autopilot, pra nuk ka më askush kompetenca përposh kushtetutës, normave kushtetuese dhe afateve kushtetuese dhe ne respektojmë që do datë nga këto data. Ju faleminderit media. Jo. Është në pozicionet. A do pak për para, kryetar. Po marr qysh ban?